Fatmir Dehari dhe Aleksandr Jovanovski janë dy kandidatët të cilët shkojnë në rreth të dytë në zgjedhjet lokale për të parin e komunës së Kërqovës. Në garë ishin 4 kandidat. Aleksandr Jovanovski nga VMRO DPMNE-ja, i cili mori 11.786 vota. Fatmir Dehari nga AKI-ja me 5.586 vota, pasuar nga Fatmir Limani i Vlenit me 4.164 vota edhe kandidati pavarur Shkodran Aleli me 3.902 vota. Pa shpalljes së rezultateve, Fatmir Dehari para qytetarëve tha: Ju falenderoj të gjithë dhe nga zemra, ju që jeni këtu dhe të gjithë ata shqiptarë sot që i dhanë kuptim Kërqovës. Të gjithë shqiptarët, sot fitun shqiptarët dhe nuk humbi asnjë nga ne. Kandidati nga radhët e VMRO DPMNE-s, Aleksandr Jovanovski, falenderoi të gjithë qytetarët nëpërmjet një statusi. Fitore në raundin e parë me mbi 6.000 vota avantazh. Kërqova me këtë dëshmon se dëshiron ndryshim për një të ardhme më të mirë. Ju falenderoj të gjithëve për mbështetjen e jashtëzakonshme dhe rezultatin e shkëlqyer. Me mbështetjen tuaj, do të fitojmë bindshëm edhe në raundin e dytë. Kandidati nga radhët e Vlen, Fatmir Limani, tha se në rrethin e dytë votuesit e tij të votojnë më të mirin, pa precizuar Deharin apo Jovanovskin. Për të gjitha këto arsye, më është e vështirë të bëj thirrje për të votuar pro ati, gjithnjë duke patur parasysh të gjithë ato ngjarje të cilat kohëve të fundit janë shfaqur në përmes të video incizimeve dhe audio incizimeve të ndryshme. Unë do bëj thirrje të votohet më i miri. Falënderim për votuesit e veçanërisht për diasporën shprehu edhe kandidati pavarur Shkodran Aleli. Përbërja e re e Këshillit Komunal në Kërqovë është si vijon. AKI 5 këshilltar, Vleni 3, Shkodran Aleli 2, VMRO DPMNE-ja 8 dhe LSDM-ja 1 këshilltar.